Hajde bravo Figaro, Figaro, bravo Figaro, e gjete Figaro. Ta keqim laj. La 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 la. Hajde fortuna, che vincerà. Città, della città, della città, della... Oh, vazhdo. Nuk. Mirëmëngjes, shef. Çfarë do? Mirëmëngjes. I ka rëbushur. Kush vodi? Lartë ke zotin Stret. Nuk ka ardhë akoma. Ta shi e pashi... Por interesant, u themi nuk ka ardhë, nuk ka ardhë. Pije i kafe. Kati 2 dera majtas. Tjetëri. Pra kështu... Ne... Falni. Urdhëroni? Urdhëroni, afroni, urdhëroni. Si përfundim, nga të gjitha ato që thash më sipër, mund t'i përmbledh shkurt me 2 fjalë. Mua më kanë vënë këtu, në këtë zyrë, që të zgjidh hallet e popullit tim. Në qoftë se paradite, unë nuk kam zgjidhur një hall të popullit tim, në darkë nuk më zgjumi. Zotëria që kam këtu në krah, ka ardhur për çështjen e pronës së tij. Afroni. Bravo, bukur. Ja ku i ka këtu 10 hektar tokë. 15 hektar tokë, që i thonë 15.000 metra katror, si kur me 10.000 lek metrin t'i shes, i thonë 1,5 miliard lek. Me të vjetra po flasë, pra 1,5 milion dollar. Ja ku i ka. Por kur do i marri zotëria pronat? Shumë shpejt, punë 10-15 ditësh. Qameti 20-25 vjetë. Më falni, 25 ditë duhet të them. Pas një muaj, zotëria merr pronën që i takon. Pas një muaj, zotëria bëhet milioner. Takzoni pronën. Faleminderit ju që na jepni mundësinë dhe kënaqësinë duke ju zgjidhur hallet e problemet që keni. Jo, sinqerisht faleminderit. Të nderuar teleshikues, me fjalët që sapo dëgjuat për njërin nga anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Kthimit të Pronave, ne po e mbyllim intervistën tonë duke thënë me plot gojë: ja, njerëz të tillë i duan popullit ton, Shqipërisë ton, kombit ton. Duke ju falenderuar që ishit pranë nesh, bashkë mirupafshim. Zotin Stret, mirupafshim. Mirupafshim. I gëzofshim. Zotin Stret, të them të drejtën, nuk kam besim që do t'i marr pronën.
vërtet nuk e besim? Të betojmë, jo. Asun. Po tani nuk jam vetëm unë, është ekspert i gjykata për marrimi të gjitha këto. Po ti mos u bëj merak se do t'i zgjidhun këto. Veti pim në një kafe? Apo ham në i drek? E di që këti më mirë haje vetë se edhe i zëm me punë. Faleminderit. Mirë pafshim. Mirë pafshim. Apo. Alo, dosjen. Më falë. Mirë pafshim. Gjithë mirë. Gjeset në rinjë. Gjeset në rinjë. Faleminderit. Mirë pafshim. Mirë pafshim. نه Udo. Ku shodi? O, falë. Udo. Halli shumë, po, ne. Nuk ka zotin e stret. Ardhe. Ja. Gjithmonë? Fle shumë keq se tallën me ty oj. E nisim kecinare. Faleminderit, nuk e pi. Asu nuk e pi, po zene se ka ardhë. Po mirë, inshallah. Po që ke ardhë këtu? Po çka kam ardhe? Për pronë, qojnë? Po prona. Apo për shpia? Jo, mirë, nuk kam shtëpia. Po që ke? Toka. Toka, e? Ke shumë. A kam ca? Sa përshe? Po kam 15 hektarë. Sa, re? Qa keme? 15 hektar? Po ti që ke milioner, mërë? Ja, po qa milioneri, po qa milioneri. Mjesë, zotin e stret, mjesë. Shkriva me streti, mërë. Nuk e njef ti? Që më unë e njohë, po nuk njef a i? Ti këtë gjumoj më për shpejt. Ne. Urdo. Bravo, dhe shumë. O, nuk të dhashe? Ska të zotin. Tjetëri. Oh, mi serde. E di. Gëzofshi zyrat e reja. Faleminderit, e di që keni ardhur të më jepni drek, por kot mundohesh të më qerasësh, sepse puna juaj po thoj se ka marrë fund. Faleminderit. Edhe një firmë duhet edhe e hodhe lubin. Faleminderit. Të më falni që po ju a them, por 1 milioner, si puna juaj, nuk duhet të vi vërdalë për lokale, edhe të pres para dyrëve të zyrave tona. E dini që duhet të bëni ju? E dini? Pa ja. Ju duhet të bëni plane për të ardhmen, të vrisni mendjen për ndërtimi dhe begatinë e këtij vendi. Ora më fal. Ju bëj një pyetje? Ore, ndjeni veten që jeni milioner apo nuk e ndjeni? Qa të them në shkreti tani? Po e ndjej unë, që ri me ty, edhe jo ti që i zoti pronës. Do t'ju lutesha, të mos më vinit më në zyrë. Do t'ju telefonoj unë me një herë sa po të ketë përfunduar kjo punë. E di që duhet të bësh ti apo jo? Po e bëra mora. Po jo. Ju duhet të flini të qetë. Shme zëgjumi, mora, nuk më zëgjumi. Alo? Urdoni? Po mos u shqetësoni, mor zotni. Mos u shqetësoni. Po ma lini mua këtë punë. E zgjithun këtë problem. E di që duhet të bëni ju? Ju duhet të flini të qetë. Jo, ju falemderit juve që na jepni mundësin t'ju shërbej me devotshmëri dhe përkushtim. Sinqerisht ju falemderit. Jo, ju falemderit juve që na jepni mundësin t'u zgjidhim hallet dhe problemet tuaja. Sinqerisht ju falemderit. Sinqerisht ju falemderit Po sinqerisht ju falemderit. Po ju falemderit shumë.
ti, më? Po që tani... Çfarë tani dhe pastaj, më? A ju kam thënë se do të marrë vetë në telefon? Shurdo, tani thënë, po... More, e dini ju, zotëri, që jeni milioner, apo nuk e dini? Po tani, që të u bën kaq muaj... Leri muaj! Më përgjigj kësaj që po të them unë. E dini, zotëri, që jeni milioner, apo nuk e dini? Po që të them unë tash... Iq asgjë mos më thuaj. Iq asgjë mos më thuaj. Po ja u them unë që jeni. Dhe jeni milioner I parë në Shqipëri. I pari jeni. Milioner, ore! Milioner! Ha, po... Nuk ju takon ju, mor zotëri. Nuk ju takon ju, mor zotëri. Të bridhni si qenë bilqeni në për dyert e zyrave tona. Se ulni veten kaq poshtë, gjanëm. Ore jeni milioner, ore. Ore jeni pronari ma tokash. Jeni pronari ma tokash. Ore se mos I bim kot legenit, ne? Ore, beson ti që je pronar, je milioner I madh tokash apo nuk e beson? Beson lesh? Sa herë ta kam thënë që je milioner? A më fol sa herë? Po një milioner, ma... Atëherë çdo? Po që dua, po të hate që duhet. Po të toka... Ik mor zotëri, ik mor fliniqe. Ik mor zotëri, sa herë ta kam thënë, ik mor fliniqe. Po da, po... Po s'pëse gjumi, dakord jam. Të zë gjumi, po mua mos më zë gjumi, se për pranët e tua, mua nuk më zë gjumi. Mua nuk më zë gjumi. Sa herë të kam thënë që mua nuk më zë gjumi për pranët e tua. Po më falë, zotin Ustet, më falë. E di... Ma të rëzote! Po që dua, po toka dua, se... Ja, pra toka! Po të thash, por I ke marrë toka! Po I ke marrë! Po më sa herë të kam thënë! Po ma ke thënë, zotin... Po të rëzo! Po që dua, pa mu dua, që të në shkreti, po të shi... Po të kam thënë 100 euro I ke marrë toka, ti ke marrë! I ka marrë! Po të rëskëdor! Po asë jë zdua! Pa ikore, ik! Ja, shurdo. Po vetëm për një film kam betur, vetëm për një film. E di që do të thot një film e vogël? Po dakord, zotin Ustet, po... Unë nga që e di se s'do me thënë një film, se për një film... Ore, do të ikësh me të mirë, ja, po do të me shkelma unë, ha? Do të ikësh me të mirë, apo jo? Shurdo, Me ikësh, më shmëdhe. Ai, dër, ke 15 vjet, dër. 15 vjet, po... Ti marrë një herë, pasaj të mendoj se qa duhet bëjmë ato pronat e mia. Shiko, pra pronat. Po që, pra pronat, më falë. Ore, pronat I ke marrë. Më falë. Ore, do t'ikësh me të mirë, apo do t'y me shqema. Ik, ore, ik. Edhe t'gjo. Mendo se që do të bësh për kombin me milionat që do të marrësh. Në rregull, po, mi jepni një herë dhe pasaj të mendoj unë se... Po, ik, ore, që mirë, ik, ore, ik. Po. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma. Do mos sillni. Një ujë. Po, me gaz apo pa gaz? Një ujë qezme, po pa akull. Do të përpiqem. Faleminderit. Ja gëzuar. Oh, ja milioneri. Ai? Po. Milioner.
Faleminderit. Se vjen behari qelqe. Vjen behari qelqeshia. Çfarë the ti? Një mëngjes tash. Andej kërkojnë në djemë. O, shefiri. Një mëngjesi. Si u dhire, vetë, mirë, gruan, faleminderit shumë. Nga shtëpia mirë, fala shumë bëj nga ana ime. Faleminderit shumë. E pekte, është milioner. Do me thënë, si që thash edhe... Urdhroni. Më falni. Hajde, një minutë të lutem. Jo, zotin e shtret desha. Unë e zëvëndsoj, pa hajde. Mirë se erdhe. Hajde. Urdhro. Hajde më afër. Pra, si që thash edhe më lartë, unë shkurt mund të përmbledh me 2 fjalë. Unë kam ardhur këtu në këtë detyrë që të qaj hallët e popullit tim. Sikur paradite të mos zgjidh një hall të popullit tim, mua në darkë nuk më merr gjungi. Ja, zotria. Zotria ka ardhur këtu për çështjen e pronave të tij. Ja ku i ka. Ka 10 hektar tokë. Për 15 hektar tokë. 15. Që bëjnë 150.000 metra katror. Sikur zotria t'i shese me 10.000 lek metrin katror, bëjnë 1 miliard e gjysmë lek. Bëjnë 1 milion e gjysmë dollar. Ja ku i ka. Ktu i ka. Kur do t'i marri zotria pronat? Shpejt, shumë shpejt. 10-15 ditë. Qameti, 20-25 vjet. Dit. Pas një muaj, zotria bëhet milioner. Milioner! Jo, faleminderit ju që na jepni mundësinë dhe kënaqësinë që t'ju shërbejmë. Sinqerisht, faleminderit. Faleminderit shumë. Pra të dashur teleshikues, pas fjalëve që tha njëri prej anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Kthimit të Pronave, ne po e mbyllim këtu intervistën tonë, duke thënë me gojën plot. Ja, njerëz të tillë i duhen popullit ton, kombit ton, Shqipërisë ton. Faleminderit dhe mirupafshim. Zotri! Ambulanța! Sa i ke qovë dhe shumë? 200 lek tokë, 200 lek. Sa vojnë banane. Ti je milioneri? Unë jam me unë, për s'kom bare me vere. Por nata falë. Faleminderit.
Hapuni se po vjen kryetari. Ishte ndonjë i afërm i tuaj, zoti kryetar? Ishte njëri i thjesht dhe i ndershëm, që ka bërë shumë për atë dheu. Dje, erdhi në zyrën time për një hallin e tij. Edhe sot që ne ja zgjidhëm hallin, ai shkon e vdes. E të mërshme. I përjetshëm, qoftë kujtimi ti. Qoftë kujtimi ti. Njerëz të mrekullueshëm. Këta njerëz i duhen popullit tonë.